vazhdohuni. Po, përshëndetje, jam Arben Trota, aktivist. Dhe kam ngret disa çështje, disa problematika për rrethin e Kukësit, siç ishte mbeturinat e liçenit dhe disa investime tjera që janë bërë me standarde europiane brenda qytetit të Kukësit. Ndërsa, siç njohova gjithë parafalës e tjerë për këtë bashkimin që doni me bë, kjo njerë me shumë profesionalizëm ne keni hedhë për heqjen e komunave, siç të tha edhe parafolsi që kanë ndiku shumë keq, sepse një banor i Zapodit, po marrim fshatin më të larg të Kukësit, do të hinjen në Kosovë, të kalojë 2 fshatra të Kosovës për me ardhe dhe me nxjerrë një certifikat, ose edhe ki i Bushtricës, duhet i hipe fugonit një 3.000 lek me ardhe dhe 3.000 lek me shku për me nxjerrë atë certifikatën prap këtu, se nga Bushtrica së në nxjerrë. Edhe kjo është në dam shumë të madh siç ka qenë dhe siç ngelet në investimin e shkollave në përfshatra që janë katastrofike, ku i kumbo publike disa shkolla, që nuk është bon investim me vite dhe janë drejt shkatrimit dhe degradimit total, që banorët kanë vazhduar dhe pi përdorin për stalla lopsh. Dhe tash është një shkollë për stallë lopë është katastrofë. Këtë kjo ka ardhur si pasojë e bashkimit që ty në që keni bon, edhe dini me na bon hala edhe më të keqen, ku një kryetar bashkie, po supozojmë të Kukësit, të merret me mbeturinat e liçenit të Kukësit, apo në territorin e Hasit apo në Tropojës, që në fakt këto nuk i takon bashkisë, as kryetarit bashkisë merret me to, sepse nga i liçeni përfitohet nga shteti dhe nga Ministria e Energjetikës, që përfiton miliarda. Dhe këtë liçenin duhet me ne pastru Ministria e Energjetikës edhe shteti që përfiton nga ky liçen. Kështu që unë mendoj që kjo është e damshme, siç ka qenë, do të bëhet edhe më e damshme për gjithë. Edhe si që folën edhe për zakonet, ne jemi lumjan dhe kemi zakonet lumjane. Nëse një kryetar bashkie zgjedhet nga Luma, nuk i di zakonet e Hasit apo të Tropojës. Luma është e coptuar në 3 pjesë. Kalaja Dodës, baraku i Kalas Dodës, e cila është me Dibrën, ne kanë rrëmby, ndërsa baraku i Zhurit është me Përzaren, ne kanë rrëmby, tash na bashkoni ato, pse mos bëhet me Krahimna, sepse i dim Krahimnat më mirë. Edhe kryetarët e bashkive hecin bas të rregullave të Krahimnave. Kaq kisha, faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, shpërndajmë diskutimin në sallë. Zotëria që ishte vendosur në radhë. Ndajmë tema Kukës. Një ndër dështimet e kësaj reforme që po kalojmë është qeverisja në njësitë vendore. Njësitë vendore nuk kanë asnjë lloj qeverisje. Pra nuk kemi asnjë lloj shërbimi, nuk bëhen qytetarë në njësitë vendore. Dhe kjo është si rezultat një ndër gjërat që na ka çu këtu është edhe mënyra e zgjedhjes së kryetarëve të njësive. Kryetarët e njësive sot zgjidhen me emrim nga kryetarët e bashkive. Pra ata janë thjesht rrogtar që i përgjigjen kërkesave të administratës së bashkisë madhe. Dhe asnjë lloj shërbimi nuk kanë guxim ato që të kërkojnë te bashkia madhe për qytetarët. Zgjidhja. Një ndër zgjidhjet që mendoj unë është edhe ndryshimi i mënyrës së zgjedhjeve këtyre kryetarëve njësive, që unë mendoj të zgjidhen me votim, ashtu si zgjidhen antarët e këshillave të bashkive, të zgjidhen edhe kryetarët e njësive, sepse atëherë ato do të kenë autoritet më të madh dhe janë më autonom në krahasim me kryetarët e bashkive dhe guxojnë më shumë të kërkojnë drejta dhe zgjidhje për komunitetet ku janë. Kaq kisha. Okej. Faleminderit. Ishte një zonjë diku. Do doja të jepnin fjalën asaj zonjës. Po, me njëherë do vitë ty. Unë mendoj që me i respektu pak zonja që kemi. Ja kështu krijojmë një balancë. Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje. Përshëndetje gjithë pjesëmarrësve. Unë jam Zyra Kuka, përfaqësoj një ndër banorët e rrethit Tropojës dhe zëvendës kryetare rrethit Tropojës. Unë duhet të theksoj diçka në lidhje me reformën territoriale të vitit 2014 në vazhdimsi,
Jo vetëm nga 2014, por duke krahasuar dhe me vitet e mëparshme, kur unë kam punuar ka 30 vite në pushtetin vendor. Dhe njoh shumë mirë edhe situatën e komunave, edhe situatën e bashkisë që është aktuale sot. Ndryshime ka, përmirësim cilësie ka. Shërbimi është afruar më mirë pothuajse kur është e grupuar, sepse edhe niveli i taksave ka ardhur duke u rritur. Ti marrim statistikat të shohim nga viti në vit, nëse do të flasim një realitet, jo të flasim për shefin as njërit as tjetrit. Edhe shërbimi është i afruar sepse bëhet një plan. Në një shtëpi robi, kur 20 shtëpie është i ndërgjegjshëm për të punuar, për të mos bën dallime, besoj që do t'i afrohet një shërbim më i mirë. Kur një shtëpi nuk ka 20 shtëpie tamam, pra ai që e drejton, e menaxhon, tregon edhe punën dhe përdorimin e fondeve aty ku duhet më shku dhe me i shërby komunitetit sa më mirë. Që ka vend për përmirësime ka, si të shtimit të ardhurave, mundësit për të dhënë për të shfrytzuar burimet e të ardhura siç është në Tërpoj, se kemi për shembull spajisja e gjithë popullit me certifikata pronësie, kur nuk i jep mundësi qytetarit për shembull për të bën ndërtime të reja për të sjell të ardhura qytetit, atë këto janë struktura që duhet njehen nga lart e çin mundësitë e afrimit për me krijuar të ardhura sa më shumë në Tërpoj. Gjithashtu, edhe në lidhje me rentën minerale, që përderisa prodhohet në sinqarkun e Tërpojës, të Hasit, Kuksit, të ardhurat vinë aty ku janë burim për të shërbyer komunitetit. Një ndër pikat kyçe për bashkitë, sot që është bën bashkime tyne, është për shembull, ne kemi mundësi që të thithim investime duke aplikuar. Por çfarë na mungojnë? Burimet, standardet e duara të burimeve njerëzore. Ktu ka nevojë për përmirësim, që të thithim sa më shumë investime për të pas një përmirësim sa më shumë, duke ndikuar në infrastrukturë, në arsim, në çdo lloj shërbimi. Unë duhet të kësaj diçka vetëm për Tërpojën. Hajde shikoni vetëm nga viti 2019 deri në vitin 2026 ndryshimet që janë bën pikërisht në Tërpojën. Ato buxhete kanë qenë edhe më përpara. 1% ka ndryshim buxheti kush është financiar dhe ekonomist në këtë sallë. Që di shumë mirë. Ty janë nisë nga prefekti, nga nën prefekti, nga ekonomista që janë këtu. Sepse unë ekonomiste jam. 1% ka ndryshim nga vitin vet. Dhe po të mbledhim investimet që kanë qenë, fondet që kanë qenë për komuna, me fondin që është sot ka qenë më i madh atëherë. Kurse sot gjitha funksionet të ushtrohen në Bashkinë Tërpojë, për ezam, me zjarr fikse, me të emergjencave civile, me bashkimit evropian, me tana. Ka ndikim në arsim, kemi zhvilluar rreth 8 kilometra rrugë asfalt me fondet bashkisë. Po ato të ardhmë kanë qenë, as kena shtu burime tjera, as fondet 1% ndryshimi nga vitin vet. Edhe përmirësimit e pagat, çdo njëri që është, ka rritje të paga krahasuar me vitet më përparshme. Faleminderit. Ndryshime ka, vend për përmirësim ka, por është kush e drejton dhe kush i përdor këta fonde. Faleminderit. Faleminderit zonjë. Kalojmë tek zotërit aty. Përshëndetje gjithëve, uran deri koordinatori diasporës Hasiane. Faleminderit edhe juve që na mundsuat të organizim. Besoj edhe ju të komisionit edhe pjesa tjetër pjesëmarrësve janë të vetëdijshëm që ne filluam dëgjesën në vetën tonë pak më përpara për shkak të problematikës që ekzistonte. Siç e dini, diaspora hasiane, jo vetëm ne si shoqat, por gjithë diaspora e Hasit dhe mërgjimtarët e Hasit kudo në Europë janë shumë të lidhur me Hasin, me territorin, dhe sistematikisht e kanë dëshmuar që vazhdojnë investime dhe kanë bashkëveprim me familjarët apo edhe vetë me Bashkinë e Hasit. Përsa i përket çështjes administrative, ajo që gjykojmë ne është fuqizimi institucional dhe rritja e kompetencave të bashkisë. Ne e kuptojmë çastin tuaj që mungon rritja e kompetencave, kërkon persona të kualifikuar, por është më mirë ti mundsojmë bashkisë këtë personat kualifikuar se sa ti heqim kompetenca, sepse vetë fuqizimi i bashkisë edhe ne si diasporë na nxit më shumë, do minimizojmë mërgimet dhe na nxisë më shumë për investimet në zonën tonë, konkretisht në Has. Ne po flasim për Hasin gjithmonë. Për sa i përket çështjes territoriale, ne nuk duam në larg qoftë të ekzistojë një shkrirje apo eliminimi i bashkisë Hasit, sepse nëse bëhet llaf për ekzistencën tonë, nuk mund ta shojmë as dëgjes, s'ka sens të vinë bëjmë dëgjes për diskutu ekzistencën tonë. Ndërsa për sa i përket çështjes
Ndarjes ne kemi pas një bashki të vogël, Krumën dhe 3 komuna. Hasi është shumë homogen, si has. Në krahasim ndoshta edhe me zonën e Tropojës apo të Kukësit. Popullsia shumë homogjene, ne praktikisht e kemi gjetë veten me një bashki, e gjen deri diku veten. Pra nuk është se po japim mendimin tonë, mund të ketë hasan tjetër, mund të ketë edhe mendim tjetër. E kemi gjetë deri diku veten, atë një bashki jemi në rregull, siç e kemi gjetë veten pa komuna. Hasi edhe kryetarët e bashkive që kanë qenë që nga 2015 me reformën territoriale kanë ditur të menaxhojnë fondet, e kanë shpërndar fondet edhe për shkak të territorit, është territori i vogël, më i mbledhur, por kompetenca duhet rriten. Nuk besoj që mundet një ministri i linjes apo një institucion qendror apo një inspektorat qendror ta kuptoj më mirë hallin e një banori të Hasit se sa vetë një zgjedhur vendor, gjithmonë i zgjedhur. Pra, nëse do ketë një bashki tjetër me një vend tjetër dhe do komandohet një kryetar njësia, ai është i komanduar, duhet të jetë një zgjedhur dhe një zgjedhur vendor, më mirë se e kupton hallin e një banori të Hasit, po flasim për shërbimin, nuk e kupton dot as nivel qendror, as pushteti qendror. Kaq kishim, faleminderit. Faleminderit juve. Në këtë anë zotëria është vendosur në radhë, Luciano dhe më njëherë në mes. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Gazmen Hallaçi, antar i Këshillit Bashkiak Kukës. E para që duhet të them është se gjithë për mendimin tim është kthimi edhe një herë i komunave ose i bashkive të tjera përveç bashkisë Kukësit, për mua nuk ja vlen më, sepse po të mendojmë, gjithë ne që kemi jetuar dhe banuar këtu në Kukës, e dim se si kryetarët e komunave jetonin një pjesë në qytet dhe një pjesë ndoshta edhe në Tiranë. Dhe kthimi i tyre edhe një herë në atë lloj sistemi për mua nuk ja vlen. E dyta që duhet të them është që për sa u përket arkivave dhe investimeve dhe punimeve dhe hartave që janë bën sot, të gjitha bashkitë kanë nga një arkiv. Po një moment sikur të ndahen dhe janë marrë gjitha ato vendime nga këshillat bashkiake. Dhe në momentin e ndarjes, qoftë një bashki ose një tjetër vendimmarrës që do të vijë, do të thotë që unë do t'i ndryshoj këto, nuk do t'jem me këto vendime dhe me këto investime. E treta që do të them është se unë jam edhe banori i fshatit Përbreg. Atje ku mendohet të vendoset landfilli. Unë jam që nga ura e stejës, se i thonë në Bica, në kufim e Bicet, e deri në Marin, e gjithë zona njihet si fush. Ka që kemi në fusha është e vogël. Unë nuk jam kundër investimit, por amo nuk mund të vendosim landfillin në këtë zonën që i thonë fush. Të hajde të gjejmë, nuk jam fare kundër investimit, është gjëja më e madhe dhe në kretë botën menaxhimi i mbetjeve është problem. Dhe shqyqyr që ne na ka ardhur ky fond për ta bënë. Po hajde të gjejmë një vend tjetër ku mund ta bëjmë dhe ta vendosim landfillin. Këto kisha, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit që e racionalizoni kohën. Tani e diversifikojmë se mirë do të ishte, unë e kuptoj që edhe narrativa që ngrini është më gjithë përfshirë se edhe me shërbimet që keni nevojë të merrni, edhe se si e shihni ju zhvillimin e territorit. Po japim pak kahje tek financat. Shumë e rëndësishme për të kuptuar tek pjesa e financave do të vi me njëherë te ty. Me njëherë. Do doja që në analizë tek ty tani. Në analizë të merrni pak edhe financat. A përputhen sot, ju lutem, nëse do të merrni fjalën për të mbajt fjalimin tani. A përputhen sot ato burime financiare të bashkive me funksionet përgjegjëse që ato mbajnë, sidomos tek financat. Dhe po ashtu tek financat, merrni shembull, fjala vjen qëndërzimin. Ka pasur momente që për shembull shërbimi ujit, ujësjellsat kanë kaluar nga qeverisja vendore tek qeverisja qendrore. Në analizën tuaj, kjo ka qenë më mirë apo diçka është dëmtuar këtu? Do doja të dëgjoja, ju lutem prezantoni, koha fillon. Lavdrim Shehu, Qendër Progres Rinor. Në fakt me zotin Marsniku kemi pas komunikime të mëhershme, besoj edhe komisioni ka marrë disa propozime prej grupit me cilën punojmë. Nuk do të përmend ato që ju janë vënë në dispozicion nga grupi përballja ofertave politike, grupimi disa organizatave në Shqipëri, por po ndalem tek pyetja juaj, ndoshta tek 3 shtyllat të cilat ju i përmendët. Unë i shoh si të pandara për menaxhimin e territorit, ofrimi i shërbimeve dhe financat
mund të sjellësh gjithë ditën, do të shkosh nga njëra te tjetra, nga njëra te tjetra është e padiskutueshme. Në 2014 deri në 2017 kur u konsolidu reforma, ne kemi qenë të angazhuar me një pjesë të mirë të pjesëmarrësve këtu dhe kemi parë çfarë sfide ka qenë ajo reformë. Dhe për ta mbyllur me 2014 reformë, ne nuk do ishim këtu nëse ajo reformë do të ishte e suksesshme. Pra, nuk do t'i ktheheshim sot që ta diskutojmë një reformë tjetër nëse do ishte e suksesshme. Patjetër që ka disa arritje, ka përpjekje, por ndoshta ka momenti që të kthehet të rishikohet. Specifikisht për financat. Unë si aktivist i interesuar se çfarë ndodh me financat e qeverisë vendore, do t'ju jap vetëm një shembull. Ju të nderuar anëtar të parlamentit, anëtar të komisionit, merrni nga Ministria e Financave vetëm shumat e rentës minerale që ju delegohet bashkive. Merrini, vetëm për këtë vit. Deri në fund të takimi, na i bëni publik, mos na i bëni publik, si ta shikoni, të arsyeshme, por do të merroheni. Pra se çfarë marrin bashkitë e qarkut Kukës, Tropoja, Hasi dhe Kuksi nga renta minerale, duke e ditë që të tre bashkitë kanë burime, eksportojnë dhe realisht duhet kishin të ardhura mbrapsht, do të çuditeni se çfarë marrin. Pra kjo është një ardhur shumë e rëndësishme e munguar në buxhetet e bashkive, e cila patjetër pastaj do të kthehen shërbim që do të kthehen në funksion të menaxhimit të territorit. Një element i dytë shumë i rëndësishëm, e përmendi zoti Boçi, ka raste shumë të mira kur disa pikë përqindje nga TVSH-ja, nga burimet ujore, nga prodhimi i energjisë, shteti ja kalon njësive të qeverisë vendore. Ju lutem, bëjeni, ktheheni prioritet ju antar të parlamentit, që prodhimet energjetike, disa pikë përqindje, t'ju kthehen njësive të qeverisë vendore, sepse do të ishte një ardhur fantastike, shumë e rëndësishme, do t'i ndihmonte patjetër. Një element që u përmend pak më herët është çështja e menaxhimit territorit, menaxhimit mbetjeve, prioritet kombëtar, kusht për me hyrë në Bashkimin Evropian. Secila prej të tre bashkive lagen nga 72 km2 ujë. Është e jashtëzakonshme si potencial. Është e ndotur, jo nga banorët e qarkut, normal ka ndotje, por jo. Ka përpjekje shumë të fortë për ta mbajtur dhe për kontrollu, ka zero kontribut nga përdoruesi i ujit për ta mirëmbajtur. Pra shifet mundësia që kushdo që e menaxhon kaskadën e Drinit të kthehej mbrapsht, të ndihmojë bashkitë që ta përmirësojnë gjendjen e ujit, e të ketë më shumë turizëm, e të ketë më shumë peshkim e tjetër. Për t'i ra thjesht propozime që mendoj që disa në sallë ndoshta si kanë përmend ose i kanë anashkalu, ju lutem mos ndërhyni për t'i nda apo për t'i bashku njësitë e qeverisë vendore. Ndarja ndoshta do të ishte një opsion për të pas disa njësitë të qeverisë vendore rurale për t'i ndihmuar me mjete, për t'i ndihmuar me burime që t'i ofrojnë shërbime në sa më afër qytetarëve. Kështu që faleminderit dhe shpresoj që ti çoni përpara. Faleminderit. Do doja gjithmonë t'i përmbashim 3 minutëshit, zotria në mes që sapo u ngrit do të marrë mikrofonin tani. Ju lutem prezantoni cili jeni. Bashkimi nga Kroma, qytetari Kromës, nëse është mundur ta bëj një vëjtje miqësore, ato tre gishtat, ndoshta nuk është vendi për t'i ngritur tre gishtat. Gjithmonë tregoj 3 minuta. Okej. Ato janë të interpretueshme, mund t'ja bëj kështu, po jo ashtu. Ndoshta edhe në Lor nuk preferohet ajo. Kështu. Jo ashtu. Okej. Dakor. Nëse miqësore ishte kjo. Duke pas parasysh situatën që po kalon vendi dhe nevojat për integrimin në Bashkimin Evropian, është shumë domosdoshme që reformat në shtetin shqiptar, në shtetin tonë dhe vendin tonë të vazhdojnë në mënyrë ciklike dhe në mënyrë të progresive, siç kanë qenë, sepse në kuadrin e ndjeshmërive që kanë qytetarët për reformat, duke pas parasysh reformat që janë bërë në 92-shin, në 2000-shin dhe 2015-ën, ka pritshmëri të larta për suksesin e reformave, sepse reformat zhvillohen gjithmonë për të përmirësuar standardin e jetesës, për të përmirësuar shërbimet, për të përmirësuar demokracinë dhe për të ofruar demokracinë vendore. Mirë, po kjo jo gjithmonë ka ofruar këto objektive dhe këto misione, prandaj edhe ne si aktivist dhe pjesëtar të shoqërisë civile të rrethit Hasit, të Kukshit, të Tropojës, mezi kemi pritur këtë dëgjesë dhe i mirëpresim dhe kjo tregon që në Shqipëri po instalohet edhe më në fund po instalohet edhe institucioni i procesit të demokratizimit të vendit dhe me bashkëpunim me shoqërinë civile. Unë kam pas fatin e mirë të punoj, mora shkas edhe nga kryetari i Tropojës që u pashëm të punoj me Këshillin e Qarkut për disa vite më radhë, për disa mandate më radhë, me gjithë kryetarët e komunave dhe ne kemi pasur një ndarje
territoriale që ishte 27 njësi vendore dhe 44 këshilltar, që ishte një familje e madhe që të zgjedhur vendor dhe që u trashëgu më herë pas zgjedhjeve politike të 92-shit, erdhi Shqipëria për decentralizimin e organeve të pushtetit dhe funksionimin e organeve të pushtetit lokal, mori atë reformë që ishte në 92-shin që Shqipëria kaloi nga 26 rrethe në 36 rrethe të cilat solli një progresim të madh në zhvillimin ekonomik, aq më tepër që për rrethet e reja siç ishte rrethi Hasit, i cili u rikthy në agjendën administrative shtetërore pas vitit 1920-1925 dhe filloi një ritëm i jashtëzakonshëm i institucionalizimit dhe vendosja e institucioneve dhe qeverisjes vendore dhe demokracisë vendore, ku Këshilli i Rrethit dhe katër njësitë vendore në Has e kthyen në një promotor zhvillimi, ku Këshilli i Rrethit, edhe pse ishte niveli i qeverisjes vendore, kishte kompetenca të jashtëzakonshme dhe kishte edhe aftësinë dhe obligimin që të merrte në shqyrtim institucionet vendore, të cilat u rikthyen në Has pas shumë vitesh, të gjitha institucionet me përshtim gjykatës dhe prokurorisë, dhe të cilat sollen si rrjedhoi ishte demokraci lokale dhe zhvillim i madh ekonomik. Por kjo nuk zgjati shumë, sepse në vitin 2000 filloi reforma tjetër e decentralizimit që përfitoi nga Karta Europiane dhe nga Karta e Autonomisë Vendore. Ajo kaloi në një nivel tjetër që për ne ishte jo shumë në nivelin e duhur dhe jo sipas pritshmërive tona, sepse ne humbëm në atë reformë, humbëm Këshillin e Rrethit dhe kryetarin e Këshillit të Rrethit, e cila uli me farë mënyrë uli nivelin e përfaqësimit, edhe pse të gjitha këto komuna mbajtën peshën e madhe të demokracisë vendore, të ushtrimit të shërbimeve dhe të ndaj qytetarëve në zona më të thella që ka Hasi, sepse siç dihet ne jemi një zonë malore dhe zonë rurale që kemi edhe terren fushor, por edhe terren thyrë. Okej, faleminderit për atë kompromis dhe përrjedhoi në vitin 2005 si rrjedhoje e reformave tjera zgjedhore, ne humbim edhe deputetit. Por humbi përfaqësimi i Hasit dhe me farë mënyrë pavarësisht se komunat e Hasit e mbajtën peshën e madhe të zhvillimit ekonomik, peshën e madhe të shërbimit ndaj qytetarëve, të kalua edhe një test të madh që i dhan faqen e bardhë shtetit shqiptar. Kuksi, Hasi dhe Tropoja përballuan sfidën e konfliktit të Kosovës, duke pritur me qindra mijëra qytetarë që ishin abandonuar nga Serbia dhe duke dhënë një emër dhe imazh të jashtëzakonshëm dhe si konkluzion ne sa ju me fjalë që të ecin në ritme shumë të larta niveli i zhvillimit ekonomik. Përveç tyre ne e kemi kalu kohën. Po jemi pak në kohë sepse të dalim të reformat 2015-s. 2015 edhe pse jo si gjitha reformat tjera, edhe pse jo gjitha si reformat tjera, solli vetëm shkëlqim dhe zhvillim ekonomik, po solli edhe humje drastike dhe shok social dhe ekonomik në qarkun e Kukësit, ku siç e tha edhe zoti Boqi, qarku i Kukësit humbi 30% të popullsisë, e cila është emigrante dhe nuk ndihem as pak rahat, po edhe ne, që ky emigracion insistohet nga institucionet të quhet diasporë, e cila nuk rikthehet për shpresë e humbur, por realisht diaspora hasiane sot që kanë ardhur dhe janë aktivizuar në procesin e këtyre dëgjesave, po kthehet një promotor zhvillimi dhe faktor inicimi për të zbatuar këto reformat për konsoliduar. Nevojat që ka sot Hasi është nevoja e fuqizimit të institucioneve të qeverisjes vendore. Ne pavarësisht se 1913 jemi nda me Hasin në Kosovë, siç është zoti Qoqa këtu, edhe ne kishim dëshirë të bashkohemi me Hasin Matan, por nuk na lejon geopolitika dhe ky bashkim e bën atë faktin që territori pavarësisht se sa do i shej që është është një territor që duhet në krahun tjetër ne nuk na lejohet me fjalë që të dalin pretendojmë më tepër, por përveç se territorit, faleminderit, përveç se territorit edhe që vetë qeveria harrove mikrofonin. Okej. Nuk dëgjohesh, lutem. Nuk dëgjon publiku se po regjistrohemi.